Kështë që ato kona kanë shku. Ato kështë preferu me jetu me nusen, apo ndaras vihra me nusen? Jo. Kam qef ata me pas privatësinë vetë dhe sikur unë që kam pas qef me jetu. Do me thonë se cila femër ka nevoj për pak privatësi. Po jemi afër se kemi shtëpinë tonë dhe ai shkon në katin e dytë është për 2 familje shtëpia. Kështu që nuk e kam edhe larg. Nuk e ke edhe larg, pra nusja mos me ushtriru shumë se po bëj shaka se ky debati edhe mu më pengon shpesher në mënyrën qyshi i trajtojnë edhe qyshi bujnë vjehra gjithmonë ato personazhet negative. Po, kur po flasë për familjen e juaj, nuk mundem pa përmen edhe Anduenën në fakt, sepse flasim për Lapin, Anduenën dhe ty, kujtojmë një këngë që e keni pas ju të 3 bashkë. Po, Sofra e Gurbeqarit, një këngë kjo që prek gjithë se cili, në ku ka familje shqiptare që nuk e ka dikë jashtë vendit, hala më mirë ju e ndjeni vetë mallin. Kjo këngë... Qysh ka lind kjo këngë? Kjo këngë ka lind, kështu është i shkruar komplet për ne të 3. Por, i prek edhe shumë Gurbeqar si që të edhe ti, i prek ajo këngë se gjdo Gurbeqar e ndjenat mungesën që është nda dikush me vlajen, me motrën, dikush me motrën që shti kanë. Edhe është një këngë shumë e mirë, është prit shumë mirë, por është në fakt e shkruame për ne. E shkruar për juve. A ka nëj varg aty ose nëj pjesë që ty të prek mas shumë ti, cila është një fjali? A do me këndu? Nëse mundesh dhe ma kështë po qefin shumë. Asa shumë kam mal, kam lo të mërzis, të falë nga gurbeti, toke shqiptaris. Saran, sa zanin e mirë me e ke, shumë të bukur e ke. E keni bëndë njëherë këtë diskutimin mes ju të 3-ve. Kush këndon mësë mirë në familjen Tahiri? Se cili ka folë për tjetrin, se jo ti ke ngjyrën pak më të veçantë, ose asi, po, Labi është më i miri. Apo? Labi edhe